mëngjes, përshëndetje, mirë se vini këtu back in my channel. Çfarë është channel? Back in my channel. Back in my channel. Welcome back Blet. in my channel. Jemi kthyer në shtëpinë tonë në Itali. We are back. Këtë javë jam rikthyer deri diku rutinës, jam munduar. Mërzitem realisht shumë kur kthehem nga një udhtim i bukur që kemi bërë kështu të gjithë bashkë. Plus ditën që u ktheva, kishin dalë këngët e Albanit, të Alban Skënderaj, edhe dëgjova këngën Pianisti, edhe kam qarë me shpirt. Akoma sot kur e vjen makinë ta dëgjoj, janë momente që e di këtu fytyn që më mbytet nga dhimbja shpirtërore. Edhe më bëri cop Albani, që nxori këngën pikërisht në ato momente. E më duket ja kanë thënë edhe një herë tjetër, unë nuk e kam pëlqyer ndonjëherë Alban Skënderaj shumë si këngëtar. Mos më pyesni pse, por këto kohët e fundit po e vlerësoj tepër. Ka filluar po mendoj që është më i miri në atë që bën. Nuk janë thjesht këngë, janë poezi ato që shkruan. Janë art. Nuk e di po i bën ai vet apo dikush ja përgatitet dhe ai thjesht i këndon. Që edhe po të jetë kështu i shkon shumë ti këndoj Albani këto këngë. Nëse whatever, unë që ditën e bazarit, kur mbaroi bazari, sepse njëherë djersite sa njëherë kisha ftohtë, njëherë vishja xhaket, njëherë hiqja. Nuk ktheva edhe ndjej fytyn, ndjej bajamet që po më dhembim pak, i kam të fryra edhe pjesën e veshve, por nuk janë shumë, nuk janë në fasja të bëj temperaturë smundje dhe të mos mundem të haj ose të gëlltis. Kur gëlltis nuk kam problem. Dje fillova të marr ilaçe vet, gjeta çfarë ilaçe kisha aty brenda, do snaketo për qenkuleto. Po, e marrë një snack për Milo do të Bleva di në supermarket salam për qenka. Faleminderit, po si bravo. Po, çfarë të qel për mbajnë këto snacksat e Milos. Çfarë po thosh unë tani? Isha pak me gryk, po mendoj realisht shumë që duhet të ik të bëj operacionin e të heq bajamet, edhe unë nuk dua të bëj operacionin në përgjithësi. Kam shumë frikë operacionet, më tremb shumë procedura, që si do ndjet trupi im mbas një operacioni. Domethënë, dua shumë të bëj veshkat, që kam thënë, dua të bëj kështu që të mundem të kap në kollaj flokët e mia, po kam frikë që si do ndjem pastaj, si do mund të fletave kokën kështu kënde ade dhe them di çfarë mirë ke lere. Është hera e parë që realisht po mendoj që dua të shkoj unë me këmbët e mia në spital të futem brenda ta bëj këtë operacion, se më lodh shumë që çdo gjë, çdo sëmundje më kap me bajam. Kështu që këtë javë duhet të marr doktoreshën e familjes telefon, që t'i them që dua ta bëj këtë gjë e të më thot po mundem ta bëj apo jo. Supozoj të më dërgoj te doktori për katës edhe ai do më thot po mundem ta bëj apo jo. Or edhe jo të më thot ai do mund të shkoj ta bëj në privat, po e pash pak edhe në privat kushtonte 2 me 5.000 euro kjo si procedurë. Me nga 2 deri në 5.000 euro mund të vesh kështu gjëra. E te që është bajan këtë vockë, tre që ta haj. Sot është një diel, unë normalisht filmoj të shtuna, por më ishte mbledhur tepër shumë punë. Jo më ishte, ma është mbledhur tepër shumë punë. Te javë që mungova. Kanë erdhur shumë pako për shumë bashkëpunime, për shumë gjëra që duhet të bëj, edhe dje ndeta të merrem pak me atë pjesën më shumë. Kështu që ky vlogu do dal pak më shkurtër, but that's fine. Pse jam një njeri nuk mundem t'i bëj të gjithë. Atje kupim kafe. E lagja jon është e mbyllur. Kështu që thashë di çfarë po e bëj në shtëpi për bukuritë të Zotit, por nuk isha çumësh që të bëj kafe, prandaj do vishim të shkojmë të gjejmë ku do marr kafe, edhe po mendoj të shkojmë në një pazar që bëhet. Hallesh që sot e ka dhënë koha që do të filloj shi. Do filloj shira në përgjithësi gjithë javën e tregon kështu me shi. Është kjo pamje për muajin maj, kështu që nuk e di po do arrim të shkojmë edhe një xhiro te merkato, apo thjesht do lagë, do bëjmë çull e do kthehemi në shtëpi. Dua të vishim thjesht, dua të vishim rehat, me shumë mundësi tuta tip leggings, rroba palestreje. Something like this. Okay, super. Edhe reja tjetër nga Shqipëria ishte që brenda një jave kam humbur 2 kg. 2 kg, të cilat nuk i kisha mangët, idealisht nuk duhet i kisha humbur, i humba nga stresi, sepse ky njeri jam. Edhe këtë gjë duhet ta ndryshoj. Nuk e them me proudness, me kënaqësi që jam kështu. Duhet të bëjmë ndryshe. Se jam kështu. Pse mos jam një rob i lumtur, që shjon momentet e nuk stresoj për çdo vogëlsirë. Gru, e shef këtë gjaketën? Është vintage. E kam ble vitin e kaluar. Bashkë e kemi bler. Po unë zgjova. Kur e pash, u dashurova me këtë, nuk e pagova shumë, 15 euro. Le ta blesh 3, 150-200 euro. Është e mbajtur shumë mirë. Nëse edhe pak, domethënë, e vjetruar. Ka stilin e vet. Ka stilin e vet, është më bukur. Se shikoni si ka shpatlla. Kur e pa Eleana, më tha du ta marr, po i thash, jo Eleana, se do trap. Ja i rin mirë Klajdit se është edhe shkurtër. Është shkurtër, e Klajdit nuk i shkojnë gjërat shumë të gjata duke qenë që nuk është shumë i gjatë. Nuk jam i gjatë, nuk ka Okej. Ka pa plaka i shkurtër, po i bukur.
pse qesh, nuk jam i Po, bukur. po. Morëm vjet në Bologna. Vajtëm për të bërë xhiro, edhe rastësisht atje ku parkua makinën, shofun lexonte atje nga jashtë uzati. Ja, shofun se ti nuk shef. Nëse shef Klajdi më thot Klajdi janë këtu. Edhe thash hajde ju mburët se nuk i diet kur jetës. E mori Klajdi këtë shumë e bukur ishte. Plus unë kisha marrë në Shqipëri me vete, një prej lëkurit se këto janë 100% lëkur, të shkurtër, edhe e kisha marrë tani në Shqipëri që ta vete bazarit. E provova, më tha Eliana, nuk ka shans ta vesh këtë të bazarit, më tha e marrun. E më pashëm pasur e thash, ore kjo shumë e bukur, se unë për vete e kisha bler atë, thjesht unë ke vesha kur. Kështu që e mbajtë ti Kështu që mbajta una barabart, nuk e gjetët e bazari. Ikim kot pori. Po marrë edhe xhaket me vete, sepse nuk i dje. Be my lover, wanna be my lover. Edhe duhet të shkoj të blej me Klajdin atlete, këtu duhet të shkojmë të blej një ditë, sepse këto i kam shumë vite, dua të shikoni si janë bërë. I ka dalë shkuma, po literalisht i ka dalë shkuma. Këto bëjnë edhe këto vrimkat shumë kollaj, kjo është bezdia që kam me këto kpucët. Por këto janë New Balance e para që mora, janë bërë shumë vite që kam 4 vite sigurt, edhe i vesh çdo ditë në palestër, nuk i vesh më për jashta sepse turp të dalësh me ato, po duhet marrim palë të reja, se lashna. Nga ana tjetër, duhet të marr edhe këto në të reja, se edhe këto janë bërë shelbur. Janë kpucët që vesh gjithkohë. E puna është derisa të gjej një model të ri që të më pëlqej shumë e ta vesh për ditë, do vazhdoj të vesh këto. Edhe vazhdoj e ble, e rible, po të njëjtat gjëra, jo kote më kot, jo. Unë dija që do ketë vetëm lule sot te ky pazari, sepse thoshin që me lekët që do blesh nga lulet, aja ku janë e lulet, ato lekë do shkojnë te një institucion që informon gratë, bën divulgacione le të themi, për gratë për kancerin në gjiro ose në mitër, i thot që çfarë teste duhet bëjnë për të kontrolluar po kanë diçka, çfarë kanë edhe si ta preventojnë ata. Edhe mendoja që do jetë vetëm ajo, por jo. Pas ka edhe rroba, çanta, uca, aksesore, të gjitha gjërat e mira që ka një merkato. Kështu që bëjmë një xhiro të shkurtër të shohur, edhe pse asnjëherë në këto merkatot unë nuk ble asgjë, por nuk e dihet, bëjmë një xhiro, hedhëm një sy, e pastaj duhet të kthejmë në shtëpi sepse kam të pastroj shkallën e pallatit sot edhe u kujtova tani. Duke pirë kafen, thash, upsi, duhet ta bëj, më takon. Që nga tapura uzatit. Njerëz, është hapur një dyqan i vogël fare me të përdorura këtu te lagja jon. Që janë ato të përdorurat që shkoj gjithmonë edhe që janë ka hapur. Pse janë kaq hapi unë kur gjej të përdorura? Duar bosh nuk do dilja bleva budallalliqe që nuk isha nevojë, obviously, por që më krijojnë shumë lumturi. Yeah, make me happy. Po fillojnë pikat e para të shiut jashtë, kështu që duhet të filloj me shkallën, shpejt, ta heq qafe. Sa bezdi e kam! T'ju tregoj çfarë mora në të përdorurat. Mora këtë, sepse nuk e di, mu duk tepër shumë cute. Është që të mbash për shembull brenda make-up ose gjëra të ndryshme. Akoma edhe pjesa brenda shumë e bukur e qepur. Ishin të bëra në dorë, kishte ngjyra të ndryshme, po mua kjo më pëlqevi. Nuk e di, më jep pak summer vibes, Amalfi vibes. E thash ta kemi të çanta, sidomos kur udhëtoj, mbaj të çanta ilaçe. Të dua në një vend tjetër të mbaj dokumentat, në një vend tjetër make-upet, gjëra të vogla që më duhen edhe mos jenë të gjitha të hedhura brenda edhe të duhet të kërkoj. Tash e di çfarë po marr këtë. Edhe mora edhe një gjë tjetër që tani çfarë t'ju them, mua më pëlqevi. Kjo shisha këtu që kur mbante mami ime tilla, mua më dukeshin shumë jo të bukura. Po ta lexoni është kristal. Më duk shumë estetik, shumë cute. Thash të mbajmë raki, që ne nuk pim raki. Pastaj mendova di çfarë, mund të mbajmë brenda ca liker që pi ndonjëherë Klajdi kur vinë njerëz këtu, nuk e mbaj mend si quhen, ato Montenegro e këto gjëra. Më duk shumë estetik. Edhe ishte edhe kristal francez, genuine lit kristal. 5 euro ishte kjo. E mora. E burim tani mori një çaj, që nuk e di si e ka emrin këtë çaj. Herë të mirë mban të paktën. Pastaj çaj që e fut në një gotë, edhe fut një pips, edhe ngjelet i gjithë çaji aty brenda. Është një çaj që kur e kam parë që e përdoren të tjerët ma shpif, t'ju them të vërtetën. Po burim në përgjithësi është kurioz për gjëra që mua nuk më pëlqejnë. Me thënë çdo gjë që mua më duket kot, burim thotë, "Oh, wow, ta provoj." Kemi shumë stile krejt ndryshëm, Klajdi. Është reciprok. Dhe tani që hoqa më në fund qafe atë shkallën, se më peshon këtu të shpatlla sa herë që duhet ta bëj, do filloj me pastrimin të shtëpisë. Por javën që unë nuk isha këtu, arriti kjo pakoja, që është sa gjysma ime. Hajdeni ta hapëm. Burdo, më duhen kratë tua të forta dhe të fuqishme. Ta kthejmë kështu. Tata! Bëjt fjalë për një fshisë të re.
Si fillim të mbushëm serbatorin me ujë të pastër dhe do vendosëm brenda edhe një kapak me detersiv, që është detersivi i vetë markës Mova. Dhe kaq kollaj jemi gati që të fillojmë pastrimin e shtëpisë tonë. Kjo është Mova M50 Ultra, një fshesë inteligjente që pastron dhe lën dyshemën në të njëjtën kohë. Ka një fuqi thithëse mjaft të mirë, 22.000 PA, kështu që largon realisht shumë lehtë plurin, flokët ose edhe qimet e kafshëve tuaja shtëpiake. Mund të shtrihet deri në 180 gradë që të hyj poshtë mobiljeve dhe vendeve të ndryshme të vështira që mund të keni në shtëpinë tuaj. Diçka tepër interesante që ka Mova M50 është që kupton vetë nivelin e papastërtisë dhe rregullon automatikisht fuqinë e pastrimit. Po keni kafshë shtëpiake ose flokë të gjata si këto të mijat, kjo fshesë ndihmon shumë sepse furçja është dizenjuar për të shmangur gatrimin e flokëve. Bateria zgjat rreth 40 me 50 minuta. Kur të kemi mbaruar me çdo gjë, duam të heqim serbatorin me ujin e pisë. Do shplajmë serbatorin mirë, brenda ka edhe një furçe fshesa që mund ta përdorni për pastrim akoma më të thellë të këtij serbatorit. Do e vendosëm atje ku ishte, edhe do e çojmë fshesën te kjo gjëja që nuk e di si e ka emrin, ku këtu fshesja karikohet dhe gjithashtu bën pastrimin automatik të furçës. Faltharjes me ajër të nxehtë në 85 gradë dhe funksionit të vetë pastrimit, ruli bëhet plotësisht për vetëm 5 minuta. Prandaj mirëmbajtja e kësaj fshesës është shumë kollaj. Juve nuk duhet të bëni thuajse asgjë. Sot që po filmoj data është 10, është festa e mamit, kështu që dua t'i them gëzuar të gjitha mamkave all around the world. Jam e sigurt që për çdo fëmijë mami vetë është mami më e mirë në botë, mami më speciale, ose të paktën në shumicën e rasteve, në ato rastet që nuk është kështu. Realisht më vjen tepër keq për fëmijët, sepse unë nuk mund ta imagjinoj jetën time pa ketulën brenda. Dhe bota në të cilën jetojmë ka pafund raste të ndryshme, mbase një prindër me një fëmijë nuk kanë raport të mirë, mbase nuk flasën, kemi dëgjuar pafund raste, mbase një fëmijë ka humbur mamin e vet ose një mami ka humbur fëmijën e vet. Po flas më shumë për mamkat, duke qenë që është kjo dita e dedikuar atyreve. Mendoj që mami është njëra nga gjërat më të shenjta që kemi në këtë jetë. Mendoj që të gjitha mamkat na kanë dhënë një pjesë të shpirtit të tyre, edhe ne mbajmë përgjithmonë brenda vetes tonë. Nuk mundem të mos kujtoj edhe nënkën time, nuk dua të qaj, më hypën lotët. Edhe nuk mund të imagjinoj se edhe vështirë do jetë për mamkën time, për tezet, për dajën që nuk e kanë me mamin e tyre. Unë mund të mos jem officially mami. Për motrime më dedikovi këtë storin, po jo, le këtu ta shikoni edhe ju bashkë me mua. Është Eliana e Vockël kjo. E dëgjoj mund të them nxirë. Otra, hajde me otra. Mira, hadi gidelim. Şu dışarıdan. Ben de tutuyorum otra. Benim otra. Nani bir kitap okuyayım. Ya bakıyorum. Ya Barbie. Ya Barbie. Ya. Ya Barbie çupi. Është shumë cute kjo video, I kemi akoma në kaseta. Po di dikush, duket që kam them prap, po di dikush ku bën kasetat më digjitale të futen në një USB të bëjnë një file në kompjuter diku në Shqipëri, diku në Tiranë, le të ma thot, sepse kam frikë që do I humbëm një ditë dhe është shumë gjunaf. Është një video shumë e ëmbël, është edhe pak cringe. Nuk e mbaj mend veten time në ato moshat fare, nuk kam edhe memorie të mirë. Por nuk e mbaj mend Anxhelën e vogël, edhe kur më dëgjoj që flas kështu, flas shumë ndryshe në atë periudhë të jetës time në krahasim me tani. Edhe disi më duket që flas ashtu. Por po, edhe po një ditë do bëjmë mami e do kem fëmijët e mi, Eliana do vazhdoj të jetë fëmia ime I parë për gjithmonë, sepse ashtu e ndjej, edhe ja tregova Klajdit këtë video në I thash, kjo është Anxhela, të cilës ti I thua shpesh, mos u bëj avokati Elianës, pse bën avokati mbrojtës, Eliana është e madhe, mundet të mbrojt vetë, mundet kështu, mundet ashtu. Eliana për mua do jetë gjithmonë beb. Do ketë nevojë gjithmonë për mbrojtjen time. Nga çfarë nuk e di, por kam një instinkt që më del ndaj motrës time, që nuk di si ta sqaroj. E supozoj që po ta kem këtë për motrën time të vogël, atëherë mamat do I kenë në plus 200% të kësaj që kam unë, dhe nuk mundem të ndaloj njerëz edhe të dua, nuk mundem. Kështu që po, gëzuar të gjitha mamkave. Jeni kreaturat më të forta në botë, manual për prindërim nuk ekziston, asnjë prindër nuk e di 100% si të jetë një prindër I mirë, mundohet të bëjë më të mirën, atë që në çdo periudhë të jetës të vet mendojnë që është më e mira për fëmijën. Edhe po të gaboj, nuk e bën me qëllim. Dhe në
këtë pjesë do fus. Po shkoj nga njëri muhabet e tjetri pa lidhje fare. Po fus pjesën e vlogut që isha në Shqipëri, që thash për ata çunat e vegjël që ishin në supermarket e po na thrisnin në file e refile njërin tjetrën, edhe e shkrojti një gosë një koment që është shumë kollaj që të japësh gjykime, por prindërit të rinë pa gjumë edhe nuk kanë faj për fëmijët, edhe me sa the nuk ju shavën fëmijët, nuk bërën gjë të keqe, fëmijët nuk na shavën. Për fëmijët na njihnin nga YouTube-i dhe deshin të na ngacmonin në një lloj form ngacmimi le ta themi, prandaj thoshin o file refile. Akoma edhe kasierja i foli çunave, i tha çuna e kuptuam mjaft tani. Mos thrisni këtu brenda. Prindri që ishte atje nuk tha asgjë. Kështu që po, ja ve fajin prindrit në këto raste. Sepse fëmijët ishin nga mosha 8 deri 10, nuk e di, kështu që nuk ka lidhje pa gjumësia në këtë pikë, ose mbase edhe në atë moshë nuk flen prindrit, nuk e di si funksionon se nuk janë prindër, por nuk besoj që ka lidhje pa gjumësia, duke qenë që foli edhe gocat e kasa, do me thënë që po jepte bezdi jo vetëm neve, po jepnin bezdi në përgjithësi rreth e rrotull. E ju thashë kur dolëm në rrugë vazhdonin e ulërisnin në rrugë. Mendoj që një prindër në atë pikë duhet ta kap fëmijën nga dora e ti thot mjaft. Nuk thrasëm në mes të rrugës, nuk thrasëm brenda në supermarket. Kjo është mungesë kulture, edhe ti tregoj rrugën e drejtë. Te thash unë në video. Edhe mendoj që kjo që po them është ABC-ja, është diçka shumë bazike. Nuk ka ndonjë shkencë nga mbrapa që duhet të jesh prindër për ta menduar kaq gjë. Sepse shpesh herë kur flas për fëmijë, njerëz mund të më thënë që ti nuk je prindër, kur do bëhesh prindër do shikosh. Ore jam dakord që unë nuk di gjëra siç din prindrit, por kjo nuk do me thënë që unë nuk mund të kem mendime. Kur një fëmijë u lëret para teje, ti je aty edhe nuk e ndaloni ky thua gjysmë fjalë këtij fëmije, diçka po bën gabim. Kaq thash, edhe vazhdoj të mbroj mendimin tim. Tani do përvishëm me dolar jenët, sepse bëra për drejt, pak pul me patate. A në këtë pikë keni dëgjuar për atë virusin e ri, Hantavirus, nuk e mbaj mend se ka emrin, diçka me H fillon. Simptomat e para filluan brenda në një anije që bënte kruazier. Është shumë e vështirë që njeriu ta marrë atë si virus, sepse transferohet nga minjtë e njerëzit. Nuk e dim se si e pësuan brenda atë ajo anija, por e dim që ajo anija mbarovi punën e vet dhe njerëzit kanë zbritur që atje. Edhe kanë filluar simptoma në më shumë vende të botës. Nuk janë shumë njerëz, janë nga pak, por mbas traumës që na krijovi koronavirusi, kanë filluar po më hyn shumë frikra edhe tani, sepse nuk do desha ta kalojmë edhe një herë këtë periudhën e karantinës. Shpresojmë që të mbyllet më kollaj kjo e mos kalojmë një 2020 tjetër. Këtu në Itali kanë gjetur njërin në Rom. Roma është mjaft larg, por asnjëherë nuk i dihet. Edhe ky virus i deshte shumë ditë derisa të filloj të tregoj që është ai që është. Kështu që nuk e dim çfarë na pret e nesërmja. Në moment po prisja gjithë ditën sot, hy të bëj dush, kam edhe një mask të re, një argjil duhet jetë kjo. Green Tomato Clay Mask, po, cilën dua të provoj, Korean Skincare, pastrova pak edhe dushin, nuk e kisha tërmend, po hyra, u lava, e pash dushin e thash, mos përto Angela, hidhje një gruajtje të mirë këtij dushit që ka nevojë, edhe tani mundem të shijoj mbas ditën time reha. Kjo ka edhe si gjëra të vogla brenda që mbase bëjnë exfoliate kur e heq maskën, kur e lan. Kam shumë kohë pa përdorur maskë në këtë lloj formet, se kemi filluar përdorim ato maskat që janë ship masks, edhe i kemi lënë fare bazdore këto të parat që njohëm, më tradicionalet, ose të paktën po flas për vete, unë e bëj kështu. Moj vajzo, më lej që 3 ditë pa gjumë, moj vajzo. Thot që duhet ta mbaj 3 me 5 minuta. Mirë mëngjes, jo nga dita tjetër, edhe sepse do duhesh që ishte dita tjetër, por nga para tjetra, po kjo që po them ka kuptim, ose ekziston si fjalë, edhe pse jam 90% e sigurt që nuk ekziston, sepse ditën që ju mbylla, më solli klajti një burger nga Maku. E hangrona atë burgerin shumë mirë vajti muhabeti në ato instante që hangra, vetëm për gjumë. E në orën 2 të mëngjesit zgjohem e kisha dhimbje në bar. Ishte një dhimbje e lehtë në atë moment që sapo hapa sy. E thash, weird, po shkoj pak në banjë, mora telefonin me vete, nuk e di pse e bëra këtë gjë. Mbasi më është krijuar si refleks ta kem telefonin me vete, se e dua gjithmonë në dorë, dua ta kem kështu gjithmonë. Edhe mos e përdor fare, më është bërë fiksim që të kem telefonin me vete gjithkohon. Jam bërë si ata njerëzit që tallen, që nuk mund të shkojnë as sekundi pa telefonin. E kam bërë pjesë të trupit thuajse. E shkoj në banjë njerëz që thonë, prisni të heq edhe këto se shumë mëngjes, duhet të ndroj çarçafet, jam veshur edhe për palestër, po desha të vej në lavatriçe para se pik. Bëhem keq sapo shkoj në banjë, po fillojnë shenjat e para që po më bie të fik. Edhe më ka rënë të fik në përgjithësi në jetën time
disa herë edhe e kuptoj shenja direkt. Kështu që ulem në tokë të banjës, marr në telefon Clyde, edhe shtrihem në tokë pastaj, sepse i ulur akoma mund të bjerë të fikt, po i shtrir është më vështirë. I bie Clyde-it, Clyde dëgjon telefonin, shef që unë nuk jam në krevat, edhe trembet, fillon edhe ulëret në përshpi Angela. Hyn në banjë me Gjen, edhe i them rritjesh këtu, derisa më iku gjithë ajo e keqe e të fiktës. Kam vuajtur realisht shumë atë natë, nuk kam fjetur gjithë natën gjumë. Vazhdoja të kem kriza të forta në bark, ndjesha që dua të vjell, por nuk më dilte. Mendova që ta detyroj veten të vjell, që kjo nuk është një gjë e mirë në përgjithësi, por ishte nevojshme në atë moment, por nuk mundem ta bëj, unë nuk mund ta bëj këtë gjë. Në përgjithësi vjella ma shpif, kisha vite që nuk e përjetoja si eksperiencë këtë gjë, shqyr Zotit, por disi kështu ushqimi ngelesh i bllokuar brenda meje. E ushqimi sigurt ishte ose i skaduar, ose i kishte rënë qoftja në tokë dhe ngritën e mavurën brenda te buka, nuk e di, kishte diçka që nuk shkonte fare mirë. U shtriva në krevat, jo e shtrir, e ulur, me shpresën që do qetësojmë, nuk qetësojsha, në orën 5 të mëngjesit i them Clyde të çoj të ikëm në spital se nuk po duroj dot më. Edhe në momentin që fillova të vishem, duke qenë që mbase po bëja lëvizje hapësirtare, ngriu, ndrohu njërin tjetrën, e më erdhi direkt të shkoj në banjë të nxjerr të gjitha, vajta i nxora të gjitha. Edhe diku aty fillovi trupi im të lehtësohet, fillova të ndihem pak më mirë. Barabart gjumi nuk më zinte se barabart kriza akoma në bark kisha. U bëra shumë keq, fillovën të ikën dhimbjet nga ora 9 të mëngjesit që fillova edhe të mundem të mbyll pak sytë të qetësohem, kështu që gjithë ditën e kam kaluar në divan. Nuk kisha fare fuqi, vajte Clyde më solli edhe ilaçe të ndryshme, edhe sot u zgjova jam më mirë, por nuk e kisha përjetuar në jetën time të pësosh këtë gjë nga ushqimi, nuk e di si e ka emrin në shqip kjo gjëja. Edhe idealisht nuk do ha kurrë nga McDonald's, kur më në jetën time nga McDonald's, të paktën kështu them tani, që sapo e përjetova si eksperiencë. Dhe pastaj në darkë mora mamin e i thash më këndoj njerë, sepse sigurt ishte syri, jo burgeri i prishur që hengra. Nice. Kam pavajtur në palestër shumë kohë, sepse erdhi Eleana për Pashkët që vajtëm në Toskana. Pastaj ndenti këtu një javë bashkë me Devin, nuk do i lija ata në shtëpi edhe unë tik në palestër për shembull. Pastaj kur ikën, filluam organizimin më të thellë të bazarit, kështu që kisha stresin të arrit i bëj të gjitha, të merrem me të gjithë organizimin që më besoni nuk ka shkollaj, edhe nuk e si nuk kisha kohë të shkoj në palestër, por nuk kisha trurin, nuk ndjeja atë përkushtimin sepse preferoja të ri në shtëpi edhe mos bëj asgjë, më dukej sikur diçka po bëj, duke ndendur në shtëpi, edhe pse nuk është fare ashtu, nuk e di pse funksionon kështu trurim. Kështu që tani dua të rikthem fuqishëm, e kam nevojë. Un kam mbaruar edhe me fizioterapin për nervin sciatik, po e mbani mend që kisha dhimbje. Mbarova atë javën që erdhi Eleana. Ndihesha shumë mirë, e kisha kaluar të gjitha, por fizioterapisti më tha që duhet vazhdoj të shkoj në palestër, se s'bën, duhet të bëj ushtrime sa më shpesh, gjë që unë se kam bërë, si po ju them sepse nuk shkoj në palestër, edhe ka filluar ta ndjej përsëri nervin, nuk më dhem aq shumë sa më dhimbte atëherën kur fillovi, por prap e ndjej. E unë nuk dua ta ndjej, dua të ndjej mirë. E që të bëj këtë duhet të shkoj në palestër. Mendova sot të ri në shtëpi, ta marr 100% veten, edhe të mbledh shtëpinë, që po ta lesh një ditë pa fshir. Imagjinoni si bëhet me çimen e Milos, të cilin e kishim çuar edhe ta lajm ditën para se t'jap vlogun, kështu që le akoma më shumë çime. Por thash jo Angela, jo, do shkosh palestër, pastaj bëj të gjitha ato që don të bësh. Ndjetër kohë frynte tepër shumë. Në një qendër tregtare u thyen edhe dyer nga sa herë të fortë kishte. Kështu që edhe balkonin, por edhe obori janë mbushur me klera, me plura, me fletë lule, me dhera e të gjitha këto gjërat e mira të botës, të cilat duhen mbledhur, po më duket që po fryn akoma edhe sot. Kështu që nuk dua të filloj të fshi, edhe të bëj të njëjta gjë me dje, edhe të fshi përsëri pastaj. Po këtë të bukurin edhe ja u tregova un pak tek vlogu. Këtë të bukurin, këtë të largë. Një ceni larë, zot. Se më mungovi shumë këtë javë që ika. Nuk e keni den sa herë që e le lushkën edhe ik. Mendjen e kam gjithmonë të ky. Gjithmonë e kam të ky. Tesoratia ti bukur, se ti je bellissimo. Se i bie pak diell te krevatka e vete dhe ngrofe të ceoce. Ka shumë qeftëri në pjesët që hyn diell në shtëpi. Do blem një krevatkë të ri për ty, sepse ke bërë gjithë vrim ka me thonë katë tua këte. Ore do te ha, po të them fare do te ha. Çun koleta mam. Tuk. Të marr edhe shishin time të ujtit, ta mbush, të hidratohem. E ka shumë nevojë trupi mbas asaj që pësovi. Dhe obviously gjithë ditën kam ngrënë oriz, pazja, edhe bukë të thekur me djath, me feta. Nuk mundesh ai të desha unë të ha diçka tjetër, më tepër se kaq. Por sot piva kafe në mëngjes kur u zgjova. Edhe nuk më dha bezdi, kështu që kjo është një shenjë mjaft e mirë besoj. Këtë javë çuam këtë bukuroshen time të ndroj vaje filtra. E çuam te një xhaxhi shqiptar, që ishte shumë bravo te puna e vet. I ndrovi të gjitha, do e riçoj prap weekend
vendin për të bërë diçka akoma, por më tha që kur e kam çuar makinën në oficina, domethënë te vendi apo stafat për të çuar makinën, për të bërë vaje filtra herët e tjera kur e kam çuar, ka ndruar vetëm një gjë, nga nuk e di sa jam për të ndruar. Edhe shumë ngriti nervat kjo situatë, se un paguaj ty si profesionist që të bësh çdo gjë te makina. Sa herë ja çojmë një njeriu, i themi, bëj çdo gjë që është e nevojshme. Sa lek do? Kaq. Merri? Bëj. Po kur na thon që i kam bërë, edhe nuk i kam bërë. Nuk do ju marr me vete sepse dua ta shijoj, dua të kënaqem sot. Rishifemi sapo të mbaroj sesionin tim. Mbarova, por nuk vajta aq mirë sa do desha, sepse kisha tensionin shumë të ulët, prandaj nuk mund të bëja pesha të forta, lëvizje shumë të shpeshta, po prap u stërvita në mënyrë më të lehtë, më të butë, por prap diçka bëra. Kur se pret mamin te dera, ku zbukurosi ime, po më puthti mua. Do ignorojmë flokët e mia sepse hyra bëra dush, lava edhe flokët. Prandaj janë këtë gjendje skandaloze. Por dua të fshi pak plurat nga komodina ime këtu, që ka 1 milion xhingla mingla të cilat duhet të heq. E më tha një gocë në koment, Angela, si nuk përton të rish të heqësh të gjitha këto të pastrosh e pastaj të rivesh. Përtoj. Kush tha që unë nuk përtoj? Sot të doni përtoj, por duke qenë që më pëlqejnë e bëj. Detyrimisht. Be careful what you do. Kam parë Michael Can, nuk e di sa javë jam bërë, po jam bërë disa javë. Edhe akoma nuk më dolën nga mendja këngët e tij. Ndërkohë, burim nuk ka erdhur rast për Drake në shtëpi. Unë i gatova edhe, për vete hengra. I po vonojshe, por nuk më ka lajmëruar që nuk do vi në shtëpi sot. Edhe nuk i bën këto gjërat Clyde. Kur nuk vjen më thot dëgjoj sot nuk vi. Okej, super. I shkruajte mesazh. Burr çdo gjë në rregull. E nuk më është përgjigjur. Kam filluar të kem pak merak. Shpresoj thjesht që ka haruar telefonin e vet në një vend, në makinë dash në zyrë ose në makinë dash duke ngrënë me dikaj. E thjesht ka hikur nga mendja. Edhe është mirë. Shpresoj që është mirë. E nuk ka ndodhur asgjë. Girl, what is this? Don't go around breaking young girl's heart. Hi. Do kaloj edhe te komodinkat. Njaftë e pash veten për sot në këtë situatë, hajde të rregullohemi, të bëhemi pak njerëz. Do bëj një drejtim të thjeshtë, sa të dukem pak më rregull, sepse flokët janë gjysma e punës njerëz. Po ti jem flokët e rregulluara, edhe ti je me palyer. Prap mirë më duket. Po kur jam flokët kështu në këtë situatën time të tanishme, nuk, jo. Më duket që këtë ja fillon edhe Eurovision. E ndiqni juve. Kush këngë ju ka pëlqyer deri tani? Kush mendoni që do fitoj? Mua kënga jon shumë më bën të çaj në përgjithësi. E greqisë është okay, është këngë fiksuese, që thjesht ngelet në tru, por nuk e se më pëlqejnë si këngë. E Kipros për shembull më pëlqejnë. Me këto curtain banks, që nuk janë me curtain banks, janë thuajse bajluke, janë më shumë bajluke. Më duken shumë nice edhe flokët e drejta kështu. Ndjej një vibe më francez. Oui. Nuk kam lezet tani, edhe pse jam me rroba shtëpie, me pimpël paçis, e palyer, me mustaqe me shumë mundësi, po prap floku, sapo kalon ora burim po më bënë më merak, po bëja flokët e po mendoja që mund të mos kthehet sot në shtëpi, do duhet të shkoj në policie të bëj kallëzime dhe kjo do me thënë që diçka shumë e keqe mund t'i ke ndodhur. Trurim, po shkon në përvende që nuk do duheshe. Por po burim të më përgjigjeshe, ai një tek pull mesazh i ka dërguar sepse kur është në punë nuk dua ta bezdis, nuk dua ta marr në telefon. Vetëm ishte përgjigjur, unë do isha e qetë tani. Burim u kthe në shtëpi. Unë sapo rrëzova telefonin e ri, që akoma jam duke e paguar. Jam unë duke e paguar. Nejse, e njëjta gjë është. U rikthye burim, i cili mendoja që do përfundoj në një episod të Eliza True Crime sepse nuk më përgjigj gjithë ditën. Erdhi dhe tha, kisha punë, unë kisha meeting. Edhe hangri Drake'n që i kisha bërë të ftohtë, si dark. Mirë të bëj, që të mësosh të përgjigjesh gruas herë tjetër kur të shkruan. E di që është puna, gru. Jo, kisha lënë telefonin në makinë. Majta vetëm atë të punës. Mirë. Unë do filloj të bëj një kuskus për veten. Kisha të bëj edhe një telefonat pune që këto telefonatat sa shkon durojnë edhe më shumë, e më gjatë. Do pres ca verdura, domate kastravec, qep kenjon, spec edhe misra. Fillova ta haj darkën time, pastaj u kujtova që bobo nuk ja u tregova edhe si do flini gjumë tani juve, po nuk e pat tjatën time të përfunduar. Paska sot Eurovision, jo finalja, po paska. Thjesht më vjen keq se nuk ka Shqipëria sot, po do e shohëm. Do fus edhe sufle brenda në forë që ta hajmë si snack. Dhe diku këtu ka erdhur fundi këtij vlogut e ne do shihemi si gjithmonë te video radhës.